para se të fillojmë këtë histori dashurie që te kalon kufit shoqëror, më thuani në komente, a besoni që dashuria e vërtet mund të mposhtet para gjykimet e shoqërisë? A mund të bashkohen dy botë kaq të ndryshme? Komentoni mendimin tuaj. Nata e fundit kishte qenë e gjatë. Ariana kishte punuar deri në orët e vona të mbrëmjes, duke pastruar zyrat e një kompanie të madhe në qendër të Londrës. Këmbët i dhembën, kurrizi ishte përkulur nga lodhja dhe syt I adigjeshin nga gjumi që nuk e kishte gjetur dot. Kur hyri në dhomën e vogël që e ndante me dy vajza të tjera, erdhi era e fortë e pishës dhe detergjentëve që kishte mbjellë në rroba. Nuk kishte kohë të bënte dush. Duhet të flinte të paktën disa orë përpara se të dilte për në universitet në mëngjes. E hodhi veten në krevat pa u zhveshur plotësisht. Dyshekja e hollë nuk I ofronte shumë rehati, por për Arianën ishte bërë një streh I njohur. Kishte kaluar pothuajse një vit që kur kishte ardhur në Angli. Ëndra e saj kishte qenë të studionte letërsi në një prej universiteteve më prestigjioze të Londrës dhe pas përpjekjesh të mëdha kishte arritur ta realizonte atë. Por studimet nuk ishin falas. Bursa që kishte fituar mbulonte vetëm një pjesë të shpenzimeve dhe pjesën tjetër duhet ta siguronte vetë. Prandaj punonte shumë. Ditën shkonte në leksione dhe natën pastronte zyra, hotele, bare, çdo gjë që kompania e pastrimit I caktonte. Ishte një jetë e vështirë, e lodhshme, por Ariana nuk antohej. Kishte ardhur nga një fshat I vogël në Shqipëri, ku mundësitë ishin të pakta. Familja e saj nuk kishte pasur shumë para, por prindrit e saj kishin bërë çdo gjë që të mundnin për t'ia siguruar një të ardhme më të mirë. Nëna e saj kishte punuar si mësuese në shkollën e fshatit dhe babai si ndërtues. Të dy kishin kursyer çdo pens që Ariana të mund të studionte. Kur mbylli sytë të natë, Ariana ju lut në heshtje Zotit që nesër të ishte një ditë më e lehtë, por nuk e dinte që nesër do të ishte dita që do t'i ndryshonte jetën për gjithmonë. Alarmi I telefonit e zgjohu në orën 6 të mëngjesit. Jashta ishte ende errët dhe era e ftohtë e shkurtit depërtonte nëpër dritaret e vjetra të dhomës. Ariana u ngrit me vështirësi, u vesh me shpejtësi dhe doli jashtë. Autobusi për në universitet niste në orën 7 dhe ajo nuk mund të humbiste atë nëse donte të arrinte në kohë për leksionin e parë. Dita në universitet kaloi si gjithmonë. Leksionet ishin interesante, por Ariana vështirë të përqendrohej. Mendja I shkonte tek puna që e priste në mbrëmje. Kompania e pastrimit I kishte dërguar një mesazh që do të duhej të shkonte në një adresë të re. Ishte një vilë private dhe puna do të zgjaste disa orë. Paga ishte më e mirë se zakonisht, kështu që Ariana e pranoi pa hezitim. Kur u mori me vilën në mbrëmje, taksisti e la përpara një porte të madhe hekuri. Pas portës, shtrihet një obor I gjerë me pemë të larta dhe çeme të kujdesur me përpikësi. Vila ishte madhështore, me dyer të mëdha prej druri dhe dritare të gjera që shkëlqenin në errësirën e mbrëmjes. Ariana e ndjente veten të vogël dhe të pafuqishëm përpara atij luksi. Shtëpinë e saj në Shqipëri mund ta fuste brenda dhomës së ndenjes së kësaj vile. Një grua e moshuar, që dukej se ishte ekonomistja, e priti në derë dhe e udhëhoqi përmes dhomave të mëdha dhe të ndriçuara bukur. Ariana filloi punën menjëherë. Kishte shumë për të pastruar, dyshe me mermeri, taraca të gjera, tavolina prej drurit të shtrenjtë, vaza kristali, çdo gjë duhet të shkëlqente. Punoi me përpikësi, duke u përpjekur të mos prekte asgjë më shumë se sa ishte nevojshme. Ishte rreth mesnatës, kur dëgjoi zërin e dikujt që hynte në vilë. Hapat ishin të shpejtë dhe të sigurt. Ariana u ngrit vetë nga puna dhe pa një djalë të ri që hyri në dhomën e madhe të ndenjes. Ishte I gjatë, me flokë të errta dhe sy bojqelli. Vishej elegantisht, me një palltë të zezë dhe një fular të bardhë që I rinte rreth qafës. Kur sytë e tij u takuan me ato të Arianës, ai u ndal për një moment. "Oh, më falni", tha në anglisht, me një zë të butë dhe të këndshëm. Nuk e dija që dikush po pulonte kaq vonë këtu. Ariana u ndërgjegjësua menjëherë për pamjen e saj, flokët e lidhura në bisht, rroba të vjetra pune, duar të kuqe nga detergjentët. U ndërgjegjësua se si dukej në sytë e atij djali që rinte përpara saj me një elegancë të natyrshme.
Nuk ka problem, ju përgjigja ajo në anglisht, duke u përpjekur të fshej nervozizmin. Djali buzëqeshi lehtë dhe filloi të largohej, por pastaj u kthye përsëri. Si quheni? Pyeti ai. Ariana, tha ajo, duke vazhduar punën pa e shikuar. Ariana, përsëriti ai, sikur e shijonte emrin. Emër i bukur. Unë jam Oliver. Ajo u ngrit kokën për një moment dhe buzëqeshi me edukat, pastaj u përqendrua përsëri tek puna. Oliver qëndroi atje për disa sekonda, sikur donte të thoshte diçka tjetër, por pastaj u largua drejt shkallëve. Ariana nuk e dinte pse, por zemra i rinte më shpejt se zakonisht. Kishte diçka në shikimin e atij djali që e bënte të ndihej e pazakont, por e largoi shpejt atë mendim. Ai ishte djali i një milioneri, ndoshta pronari kësaj vile, dhe ajo ishte vetëm një vajzë e thjesht që pastronte dyshemet e shtëpisë së tij, dy botë krejt të ndryshme, që kurrë nuk do të takohen, por fati kishte plane të tjera. Javët që erdhën, Ariana u thërri përsëri në vilën e Oliverit. Kompania e pastrimit dukej se kishte bërë një kontratë afatgjatë me familjen dhe Ariana ishte caktuar të shkonte 2 herë në javë. Çdo herë që shkonte, shpresonte që mos ta takonte Oliver, por në të njëjtën kohë, një pjesë e vogël e saj e priste atë takim dhe ai e priste edhe ai. Nata e dytë që Ariana shkoi në vilë, Oliver ishte atje. Ishte në bibliotekën e madhe, duke lexuar një libër pranë një oxhaku që flakëronte butësisht. Kur Ariana hyri për të pastruar dhomën, ai ngriti kokën dhe buzëqeshi. "Përshëndetje Ariana", tha ai duke mbyllur librin. "Përshëndetje", ju përgjigja ajo duke përpjekur të qëndronte profesionale. "Çfarë studioni?" pyeti Oliver papritur. Ariana u befasua nga pyetja. "Letërsi", tha ajo. "Në universitet." Sytë e Oliverit të ndritën. "Vërtet? Edhe unë kam studiuar letërsi. Kam mbaruar vitin e kaluar." Ariana nuk e dinte se çfarë të thoshte. Ai dukej sinqert, jo arrogant apo përçmues si mund kishte pritur. Kishte diçka në mënyrën se si fliste, një ngrohtësi që e bënte të ndihej rehat. "Po punoni këtu për të paguar studimet?" vazhdoi Oliver. Ajo lëvizi kokën. "Po, bursa nuk mjafton." Oliver u heshtua për një moment, sikur po mendonte për diçka. "Ta admiroj", tha ai më në fund. "Nuk është e lehtë të studiosh dhe punosh në të njëjtën kohë." Ariana nuk e priste një koment të tillë. Ishte mësuar që njerëzit ta shikonin me mëshirë ose ta injoronin fare, por Oliver po fliste me respekt të vërtet. "Faleminderit", tha ajo but. Në javët që erdhën, takimet e tyre u bën më të shpeshta. Oliver dukej se e priste Arianën çdo herë që ajo vinte. Filloi t'i bëj pyetje për jetën e saj, për Shqipërinë, për ëndrat e saj. Dhe Ariana, gradualisht, filloi të hapej. I rrëfeu për fshatin e saj, për prindrit që kishin bërë çdo gjë për të, për vështirësitë e jetës në Londër. Oliver e dëgjonte me vëmendje, pa e ndërprer, pa gjykuar. Dhe ai gjithashtu i rrëfente për jetën e tij, për pritjet e larta që familja kishte për të, për presionin që ndjente çdo ditë, për ndjenjen e vetmisë që e shoqëronte pavarësisht pasurisë që e rrethonte. "Ndonjëherë mendoj që të gjithë më duan për atë që kam, jo për atë që jam", tha Oliver një natë, duke shikuar në zjarr. Ariana e shikoi me kuptim. "E di si është", tha ajo. "Edhe unë ndonjëherë ndihem e padukshme, sikur njerëzit më shohin vetëm si pastruese, jo si dikush që ka ëndra dhe shpresa." Sytë e tyre u takuan, dhe në atë moment, diçka ndryshoi. Ishte sikur një mur i padukshëm kishte rënë dhe për herë të parë, ata shihnin vërtet njëri tjetrin. Nga ajo natë, lidhja e tyre u thellua. Oliver filloi ta priste Arianën me dhurata të vogla, një libër që mendonte se do t'i pëlqente, një çaj të ngrohtë kur e shikonte të lodhur, një notë të shkruar me dorë me një citat poetik. Ariana u përpoq të refuzonte, por Oliver insistonte me një buzëqeshje aq të sinqert sa ajo nuk mund të thoshte jo. Një natë, kur Ariana po përfundonte punën, Oliver e ftoi të ulej me të për një çaj. Ajo hezitoi, por më në fund pranoi. Ata ulen në verandën e madhe që shikonte oborrin, ku hëna ndriçonte në qiell. "Ariana", tha Oliver pas një heshtjeje të gjatë. "E di që kjo mund të dukej e çuditshme, por ndjehem shumë rehat me ty, më shumë se me kushdo tjetër që kam takuar."
Zemra Arianës filloi të rrahej më shpejt. Ariana, edhe unë ndihem e rehatshme me ty, tha ajo duke shikuar në gotën e çajit. Oliver e zgjati dorën dhe e preku lehtë dorën e saj. Ariana, a do të prenoje të dalim bashkë ndonjë ditë? Jo si kjo, por si diçka më shumë? Ariana e tërhoqi dorën mbrapsht, jo sepse nuk donte, por sepse friksohej. Oliver, ne jemi nga botë shumë të ndryshme, tha ajo me zë të lëkundur. Unë jam vetëm një pastruese nga Shqipëria dhe ti je një njeri, ndërpreu ai. Vetëm një njeri që ndjen diçka të vërtet për ty. Ariana e shikoi në sy dhe në atë moment pa sinqeritetin që ndriçonte në to, por frika ishte më e fortë. Nuk e di nëse kjo është e urtë, tha ajo. Oliver buzëqeshi me trishtim. Unë nuk të kërkoj të jesh e urtë, po të kërkoj vetëm të më jepësh një mundësi. Ajo nuk ju përgjigja atë natë, por ndërsa po largohej nga vila, e dinte që zemra e saj tashmë i kishte dhënë përgjigjen. Ditët që erdhën ishin plot ankthi për Arianën. Mendja nuk i qetësohej. Në universitet nuk mund të përqendrohej në leksione. Natën, kur ishte në punë, çdo tingëllojë e bënte të mendonte që Oliver do të shfaqej. Dhe një pjesë e madhe e saj donte që Oliver të shfaqej. Ishte një ditë e ftohtë pranvere, kur Oliver e priti në hyrje të vilës. Kishte një shprehje të vendosur në fytyrë, por edhe diçka të brishët, sikur po përmbante frymën. Ariana, tha pa hyrje, nuk mund të vazhdoj kështu. Çdo ditë që kalon, mendoj për ty. Çdo moment që nuk je këtu, ndihemi pa plok. Të lutem, më thuaj çfarë ndjen. Edhe nëse përgjigja është jo, të paktën do të di. Ariana ndjeu lotët duke i mbushur syt. Oliver, unë gjithashtu mendoj për ty, pranoi ajo me zë të lëkundur. Por kam frikë që kjo nuk do të funksionoj, frikë se familja jote do të murrej, frikë se edhe familja ime do të më gjykojë për të dashuruar dikë që nuk është nga kultura ime. Oliver hyri më afër dhe ja mbajti duart. E di që është e vështirë, e di që do të ketë pengesa, por nuk mund ta kontrolloj atë që ndjej, dhe nëse ti ndjen të njëjtën gjë, a nuk ja vlen të provojmë? Ariana e shikoi për një kohë të gjatë. Në sytë e tij pa shpresë, frikë dhe dashuri. Dhe në atë moment dinte se çfarë donte. Pavarësisht frikës, pavarësisht pengesave, ajo donte të provonte. Në rregull, tha ajo në një përshpëritje. Le të provojmë. Buzëqeshja që u shfaq në fytyrën e Oliverit ishte më e bukura gjë që Ariana kishte parë ndonjëherë. Ai e tërhoqi në një përqafim të butë dhe për një moment bota jashtë u zhduk. Kishte vetëm ta dy, duke mbajtur njëri tjetrin në errësirën e natës. Muajt se erdhën ishin më të lumturit që Ariana kishte përjetuar ndonjëherë. Ata takonin fshehur, larg syve të botës. Oliveri e merrte me makinë dhe shkonin në vende të largëta, pyje të qeta, plazhe boshe, kafene të vogla ku askush nuk i njihte. Atje, ata mund të ishin thjesht Oliver dhe Ariana, jo djali i milionerit dhe pastruesja e varfër. Biseduan orë të tëra. Oliveri lexoi poezitë që Ariana shkruante në gjuhën e saj amtare, edhe pse nuk i kuptonte fjalët. Tingullon bukur, thoshte ai, duke buzëqeshur. Dhe Ariana i lexoi dorëshkrimet e romanit që Oliver po shkruante, duke i dhënë sugjerime dhe inkurajim. Por lumturia e tyre nuk do të qëndronte e fshehur për gjithmonë. Një mbrëmje, ndërsa Ariana po pastronte vilën, dëgjoi zëra të larta që vinin nga salla e madhe. Njëri prej zërave ishte Oliverit, dhe tjetri një burri më të vjedër që fliste me autoritet dhe zemërim. Oliver, kjo është e papranueshme, thoshte burri. Një pastruese, vërtet, nga të gjitha gratë që mund të kesh, zgjodhe një pastruese të varfër. Babai, ajo nuk është vetëm një pastruese, ju përgjigj Oliver me zë të furishëm. Ajo është e zgjuar, e talentuar, e mrekullueshme. Nuk më intereson se sa e zgjuar është, e ndërpreu babai. Ajo nuk është nga bota jon. Çfarë do të thonë njerëzit? Çfarë do të thonë miqtë tan, partnerët e biznesit? Ariana ndjente se trupi i dridhej.
E dinte që kjo do të ndodhte, por të dëgjoj një fjalë kaq të ashpra e bëri të ndihej shumë më keq se sa kishte imagjinuar. Nuk më intereson se çfarë thon njerëzit, tha Oliver me vendosmëri. Unë e dua Arianën dhe asgjë që ti thua nuk do të ndryshoj atë. Kishte një heshtje të rëndë dhe pastaj babai foli përsëri, këtë herë me një ton më të ftohtë dhe më kërcënues. Nëse vazhdoni këtë marrëzi, do të shkul nga testamenti, do të heq nga çdo pozitë në kompani, do të lë pa asgjë. Ariana nuk deshi të dëgjonte më. Doli në heshtje nga vila dhe filloi të vraponte. Lotët i rridheshin në fytyrë, ndërsa ecte përmes rrugëve të errta të Londrës. Zemra i thyhej në copa. E dinte që Oliveri e donte, por si mund të lejonte që ai të humbaste gjithçka për shkakun e saj. Oliveri e kërkoi Arianën kudo atë natë. E thirri telefonin 10 herë, por ajo nuk ju përgjigj. Në fund, shkoi në shtëpinë e saj, por shoqet e dhomës i thanë se Ariana nuk donte të fliste me askënd. Për ditë, Ariana u mbyll në vetvete. Nuk shkoi në universitet, nuk shkoi në punë. Thjesht qëndroi në krevat, duke qarë dhe duke menduar për atë që kishte dëgjuar. Fjalit e babait Oliverit i jehonin në mendje. Ajo nuk është nga bota jonë. Dhe ai kishte të drejtë, a nuk ishte kështu? Ajo ishte një vajzë thjesht nga një fshat i vogël dhe Oliveri ishte një djalë që kishte rritur në luks dhe privilegj. Si mund të funksiononte kjo? Por më shumë se fjalit e babait, ajo friksohej se fakti që Oliveri do të humbaste gjithçka. Si mund të jetonte me veten nëse ai do të prishej me familjen, do të humbaste pasurinë vetëm për shkakun e saj. Një mbrëmje, dikush trokiti në derë. Shoqet e dhomës i thanë se ishte Oliveri dhe kësaj here Ariana doli ta takonte. Ai qëndronte atje me sy të kuq dhe fytyrë të lodhur, sikur nuk ishte fjetur prej ditësh. Ariana, tha ai me zë të thyeshëm, të lutem, mos më shmang. Flasim. Ata dolën jashtë dhe ecën përmes parqeve të ftohtë të Londrës. Për një kohë të gjatë, asnjëri nuk foli. Më në fund, Oliveri foli. E dëgjova çfarë tha babai im, e di që ti ishe atje. Ariana lëvizi kokën, nuk guzonte ta shikonte në sy. Por dua që të dish diçka, vazhdoi Oliveri. Nuk më intereson se çfarë thot ai. Nuk më intereson pasuria, testamenti, kompania, asgjë prej këtyre nuk do të thot asgjë nëse nuk jam me ty. Por Oliver, tha Ariana me zë të lëkundur, nuk mund të lejoj që ti të humbasësh gjithçka për shkakun tim. Nuk do të mund të jetoj me veten nëse ti prishesh me familjen tënde për mua. Oliveri e ndaloi dhe ja mbajti dyja hanat duke shikuar thellë në sy. Ariana, dëgjo më mirë. Tha ai, duke shikuar thellë në sy. Familja ime ka qenë gjithmonë pjesë e jetës sime, por ata nuk më kanë dhënë atë që ti më ke dhënë. Ti më ke bërë të ndihemi plot. Ti më ke bërë të shoh botën në një mënyrë të re. Me ty, unë jam më i mirë. Dhe nëse duhet të zgjedh midis pasurisë dhe të qenit me ty, të zgjedh ty çdo herë. Lotët filluan të rrjedhin përsëri nga sytë e Arianas, por këtë herë nuk ishin lotë trishtimi. Ishin lotë lehtësimi, dashurie dhe frike e përzier. Por çfarë për familjen time? Pyeti ajo. Prindrit e mi, ata nuk do ta kuptojnë. Ata do të mendojnë që po bëj gabim, që po harron rënjet e mia. Oliver e përqafoi. Atëherë do t'i bind ata, tha ai but. Do t'u udhtojmë në Shqipëri bashk, do t'i takoj prindrit e tu, do t'i bind që unë të dua vërtet, që nuk do të lë kur. Ariana e shikoi me habi. Do të vish në Shqipëri? Me mua? Patjetër, tha Oliver duke buzëqeshur. Dua të shoh vendin që të ka formuar, që të ka bërë ajo që je. Dua të takoj njerëzit që të duan. Në atë moment, Ariana e kuptoi se ky djalë ishte serioz. Nuk ishte një lojë për të, nuk ishte një rebelim kundër familjes, ishte dashuri e vërtet. Në rregull, tha ajo, duke buzëqeshur në përlote. Le të shkojmë. Pas disa javësh, Ariana dhe Oliver morën avionin për në Tiranë. Gjatë gjithë fluturimit, Ariana ndjehej e nervozuar. Si do të reagonin prindrit e saj? Si do ta prisnin Oliverin?
A do ta kuptojnë dashurinë që ajo ndjente, apo do ta gjykonin për zgjedhjen e saj? Kur zbarkua në aeroport, Ariana e pa baban e saj që i priste. Ishte një burr i mesëm, me fytyrë të vrazhdët nga puna e rëndë dhe sy të ngrohtë që dridhen kur pa të bijën. Ariana vrapoi drejt tij dhe e përqafoi fort. "Baba", tha ajo duke qarë, "më ke munguar aq shumë." "Edhe ti më ke munguar, vajza ime", iu përgjigj babai, duke e puthur në ball. Pastaj sytë e tij u drejtuan drejt Oliverit, që qëndronte pak më larg, me një çantë në dorë dhe një shprehje respekti në fytyrë. "Baba", tha Ariana, duke marrë frymë thellë, "ky është Oliver." Oliver hyri përpara dhe ja zgjati dorën. "Është nder të ju takoj, zotri", tha ai në anglisht, dhe Ariana përktheu. Babai e shikoi me një shprehje të vështirë për t'u lexuar. Pastaj ja shkuli dorën, por nuk buzëqeshi. "Hajde", tha ai thjesht, "nëna të pret në shtëpi." Udhtimi drejt fshatit zgjati disa orë. Oliver shikonte nga dritarja, duke admiruar peizazhin, malet e larta, fushat e gjelbra, shtëpitë e vogla që shtriheshin përgjatë rrugës. Ariana e shikonte atë, duke u përpjekur të lexojë mendimin e tij, por ai duke i magjepsur. Kur arritën në fshat, nëna e Arianës i priti në derë. Ishte një grua e vogël, me flok gri dhe sy plot dashuri. Kur pa të bijën, loti dolën nga sytë dhe e përqafoi aq fort sa Ariana mezi mori frymë. "Vajza ime", tha nëna, duke qarë, "sa më ke munguar." "Edhe ti, mami", tha Ariana, duke buzëqeshur në përlote. Pastaj nëna e shikoi Oliver. Për një moment, fytyra e saj u bë serioze, por pastaj buzëqeshi me edukat. "Mirë se erdhe në shtëpinë tonë", tha ajo në shqip, dhe Ariana përktheu. Oliver buzëqeshi me mirënjohje. "Faleminderit që më pritni", tha ai. Natën e parë ishte e vështirë. Ariana e shpjegoi gjithçka për prindrit e saj, se si ishte takuar Oliverin, se si ishin dashuruar, se familja e tij ishte kundër, por se Oliver ishte zgjedhur të qëndronte me të, pavarësisht gjithçkaje. Prindrit e saj e dëgjuan në heshtje, me shprehje të shqetësuara. "Ariana", tha babai më në fund, "ti e di që ne kemi sakrifikuar shumë për ty. Kemi punuar ditë e natë që ti të kesh një jetë më të mirë. Dhe tani ti na thua që do të martohesh me një njeri që ne nuk e njohim, që nuk është nga kultura jonë?" "E di, baba", tha Ariana, duke mbajtur dorën e tij. "Por Oliver nuk është si ato që mendoni. Ai më respekton, më do, dhe është gati të bëjë gjithçka për mua. Madje e ka ardhur këtu, në vendin tim, për t'ju takuar." Nëna e Arianës e shikoi Oliver, që ulej në heshtje, duke u përpjekur të kuptoj bisedën edhe pse nuk fliste shqip. "Po nëse familja e tij nuk të pranon, po nëse ti bëhesh e huaj edhe në botën e tij." Ariana nuk kishte përgjigje për atë pyetje. Ishte një frikë që e torturonte edhe atë. Por Oliver foli dhe Ariana përktheu. "Ju lutem, më dëgjoni. E di që kjo situatë është e pazakontë. E di që ju keni të drejtë të jeni skeptik, por dua t'ju siguroj që unë e dua të bijën tuaj me gjithë zemër. Ajo është gruaja më e mrekullueshme që kam takuar kurrë dhe do të bëj gjithçka për ta bërë të lumtur. Nëse më pranoni, do të nderohem. Nëse jo, do ta respektoj vendimin tuaj, por nuk do të pushoj të dëshuari." Prindrit e Arianës u shikuan njëri tjetrin. Kishte diçka në sinqeritetin e Oliverit, që i prekte. Ata pan dashurinë në sytë e tij dhe pan lumturinë në fytyrën e të bijes së tyre. "Le të shohim", tha babai më në fund. "Qëndro këtu disa ditë, le t'i njohim më mirë." Oliver buzëqeshi me lehtësim. "Faleminderit", tha ai. "Do të bëj gjithçka për të fituar respektin tuaj." Ditët që erdhën ishin plot zbulimesh. Oliver u përpoq të mësonte gjuhën shqipe, edhe pse kishte vështirësi. Prindrit e Arianës qeshnin kur ai gabonte fjalë, por e vlerësonin përpjekjen. E ndihmonte baban me punët e shtëpisë, edhe pse ishte e qartë që nuk kishte bërë punë manuale më parë. E ndihmonte nënën në kuzhinë, duke mësuar të përgatiste ushqime tradicionale shqiptare. Ariana e shikonte këtë transformim me admirim dhe dashuri. Oliver nuk po përpiqej të impresiononte për të fituar aprovim. Ai vërtet po përpiqej të kuptoj kulturën e saj, të bëhej pjesë e botës së saj. Një embrje, ndërsa ishin ulur rreth tavolinës së darkës, babai i Arianës foli. "Oliver", tha ai, dhe Ariana përktheu, "ke bërë përshtypje. Shoh që ti e do vajzën time vërtet, por kam një pyetje. Çfarë do të bësh nëse familja jote nuk të pranon kurrë?" Oliver e shikoi me seriozitet. "Atëherë do të ndërtoj një jetë të re",
tha ai, një jetë që nuk varet nga pasuritë e familjes sime. Kam një diplom, kam aftësi, mund të punoj, mund të filloj nga e para nëse është e nevojshme, por nuk do ta lë Arianën kurrë. Babai lëvizi kokën me respekt. Je një burr i ndershëm, tha ai, dhe për këtë të respektoj. Nëna e Arianës buzëqeshi për herë të parë që kur Oliver kishte ardhur. Mendoje kujdesur për këtë vendim, tha ajo. Jeta nuk është vetëm dashuri, duhen edhe flijim, durim dhe forcë. A je gati për këtë? Jam, tha Oliver pa hezitim. Jam i gatshëm për gjithçka. Atë natë, pas darkës, Ariana dhe Oliver dolën për një shëtitje në përfshat. Qielli ishte plot me yje dhe nuk ishte asnjë tingull përveç zërit të kriketëve dhe erës që frynte përmes pemëve. Si ndihem? Pyeti Oliver duke e mbajtur për dore. Lumtur, tha Ariana duke buzëqeshur, dhe e frikëzuar, por më shumë e lumtur. Oliver e puthi në ball. Gjithçka do të shkojë mirë, tha ai. Do ta shohësh. Por thellë në zemër, të dy e dinin që betejë ende nuk kishte përfunduar. Familja e Oliverit ende nuk e kishte pranuar dhe do të duhej të ktheheshin në Angli për t'ju përballur atyre. Kur Ariana dhe Oliver u kthye në Londër, gjërat ishin ndryshuar. Babai i Oliverit kishte mësuar për udhëtimin e tyre në Shqipëri dhe ishte akoma më i zemëruar se më parë. Kishte thirrur një takim familjar, duke ftuar edhe Oliver dhe Arianën. Vila ishte plot me njerëz atë ditë. Babai dhe nëna e Oliverit, vëllezërit dhe motrat e tij dhe disa kushërinj. Të gjithë ishin ulur në sallën e madhe me shprehje serioze në fytyrë. Ariana ndihej shumë e vogël dhe e pafuqishme në atë dhomë plot me njerëz që e shikonin me dyshim. Oliver, filloi babai, duke folur me një ton të ashpër. Na ke turpëruar të gjithë me këtë marrëzi. Kemi bërë gjithçka për ty, të kemi dhënë gjithçka dhe ti na kthen me këtë, me një vajzë që nuk është nga bota jon? Babai, Ariana ka emër, tha me zemërim të mbajtur, dhe ajo nuk është vetëm një vajzë, ajo është gruaja që dua dhe dua që ti ta respektosh atë. Nëna e Oliverit, që kishte qëndruar në heshtje deri tani, foli me një zë më të butë, por po aq të vendosur. Oliver e dashur, e kuptoi që ndjen diçka për këtë vajzë, por dashuria nuk është gjithçka, ka përgjegjësi, ka pritshmëri. Ti je pasardhës i kësaj familjeje dhe duhet të martohesh me dikë që i përshtatet statusit ton. Statusit? Pyeti Oliver, me një përthypje të hidhur. Dhe çfarë do të thotë kjo? Që duhet të martohem me dikë që nuk e dua vetëm sepse ka pasurinë e duhur? Kjo është e çmendur. Një prej vëllezërve të tij, një burr i fortë me pamje ashpër, foli. Nuk është çmenduri, Oliver, është përgjegjësi. Ti ke një pozitë në këtë familje, në këtë shoqëri, nuk mund të hedhësh poshtë gjithçka për një kapriçe. Nuk është kapriçe, thirrri Oliver duke u ngritur në këmbë. Unë e dua Arianën dhe ajo më do mua, dhe nëse ju nuk mund ta pranoni këtë, atëherë nuk kam më nevojë për këtë familje. Doma mbeti në heshtje. Babai i Oliverit e shikoi me një shprehje të ftohtë dhe të zemëruar. Nëse largohet nga kjo derë sot me atë vajzë, je i shkul nga testamenti, nuk do të marrësh asnjë peni, do t'jesh në rrugë. Oliver e shikoi babin për një kohë të gjatë. Pastaj u kthye dhe e shikoi Arianën, që ishte ulur në heshtje me lot në sy, por duke u përpjekur të qëndronte e fortë. Atëherë qoftë, nuk kam nevojë për paratë tuaja, kam nevojë për dashurinë e saj. Mori dorën e Arianës dhe filluan të ecnin drejt derës. Por përpara se të dilnin, nëna e Oliverit foli përsëri, këtë herë me një zë që dridhej. Oliver, të lutem, nuk e bëj këtë, do të pendohesh. Oliver u ndal dhe u kthye. Nuk do të pendohem për këtë zgjedhje, nëna, tha but. E vetmja gjë që do të më bënte të pendohesha, do t'ishte të humbisja atë. Dhe me këto vargje, ata dolën nga vila. Muajt që erdhën ishin të vështirë. Oliver u shkul nga testamenti, siç kishte premtuar babai. Ai humbi pozitën në kompaninë familjare, humbi aksesin në fondet që kishte pasur gjithë jetën, por nuk u ankua kurrë. Ai gjeti një punë si redaktor në një shtëpi botuese të vogël. Paga ishte e luar, shumë e vogël se standardet që kishte pasur, por ai punonte me kënaqësi. Për herë të parë në jetë, ai po fitonte paranë e tij, jo duke i trashëguar. Ariana vazhdoi studimet dhe punën. Tani që nuk duhej të fshiheshin më, ata jetonin së bashku në një apartament të vogël. Ishte një vendbanim modest, shumë larg luksit të vilës, por për ta ishte shtëpia më e bukur në dot. Ata mësonin të jetonin me pak, mësonin të gatuanin së bashku, të ndanin përgjegjësitë e shtëpisë, të përkrahnin njëri tjetrin në ditët e vështira, dhe në këto momente të thjeshta, lashuria e tyre u bë edhe më e fortë.
Një ditë, Oliver e solli Arianën në një park të vogël pranë Temzit. Ishte një mbrëmje e bukur pranvere, me diell që po perëndonte dhe qielli me ngjyra portokalli dhe violec. "Si ndihem?" pyeti Oliver, duke e mbajtur për dore. "Lumtur," tha Ariana, duke buzëqeshur dhe e friksuar, por më shumë e lumtur. Oliver e puthi në ball. "Gjithçka do të shkojë mirë," tha ai. "Do ta shohësh." "Këto muaj me ty janë qenë më të bukurit e jetës time," vazhdoi ai. "Edhe pse kemi humbur shumë, kam fituar gjithçka që është me të vërtetë e rëndësishme. Kam fituar dashurinë tënde, kam fituar një jetë që ka kuptim." Ai u gjynjëzua dhe zemra e Arianës filloi të rrahë më shpejt. "Ariana," tha Oliver, duke nxjerrë një unazë të vogël nga xhepi, "a do të më martohesh?" Ariana i ambuloi gojen me dorë, duke qarë. Unaza nuk ishte e shtrenjte, nuk kishte diamante të mëdha, por ishte më e bukura gjë që kishte parë ndonjëherë. "Po," tha ajo në përlote. Po. Oliveri u ngrit dhe e përqafoi fort. Ata qëndruan atje për një kohë të gjatë, duke qarë dhe qeshur në të njëjtën kohë, duke festuar dashurinë e tyre në mes të një parku të thjeshtë. Por lumturia e tyre u ndërprej nga një zë që erdhi nga pas tyre. "Oliver?" Ai u kthye dhe pa nënën e tij që qëndronte atje, me një shprehje të hutuar dhe të emocionuar në fytyrë. "Nëna?" tha Oliver me befasi. "Çfarë po bën këtu?" Nëna e tij hyri më afër, duke shikuar Arianën me sy plot lot. "Kam ardhur të të gjej," tha ajo me zë të lëkundur. "Kam ardhur të kërkoj falje." Nëna e Oliverit filloi të qante. "Jam shumë keq për gjithçka që kam thënë," tha ajo. "Kam qenë e verbër, e egoist. Vetëm tani po e kuptoj se sa i lumtur je me këtë vajzë. Vetëm tani po shoh që ti ke bërë zgjedhjen e duhur." Oliver ishte i habitur. "Nëna, të lutem, më dëgjo," e ndërpreu nëna. "Këto muaj pa ty janë qenë tortur për mua. Çdo ditë kam menduar për ty, për dashurinë që po humnim për shkak të krenarisë son. Dhe sot, kur dëgjova që po planifikoje një propozim martese, e dija që duhet të vija. Duhet të shija me sytë e mi dashurinë që ju ndani." Ajo u kthye drejt Arianës. "Ariana, më falni," tha ajo duke qarë. "Ju kam gjykuar pa ju njohur, kam qenë e padrejtë, e ashpër, por tani po ju lutem, më jepni një mundësi. Lërë më t'ju njoh, të shikoj pse djali im ju do aq shumë." Ariana nuk e dinte se çfarë të thoshte. Kishte imagjinuar këtë moment shumë herë, por asnjëherë nuk e kishte parë duke u zhvilluar kështu. Pa në sytë e gruas që kishte para saj dhe pa dhimbje të vërtetë, pendim të vërtetë. "Zonja," tha Ariana me zë të butë, "nuk kam asgjë për t'ju falur. E kuptoj që kjo situatë ka qenë e vështirë për ju, por dua t'ju siguroj që e dua Oliver me gjithë zemër dhe do të bëj gjithçka për ta bërë të lumtur." Nëna e Oliverit buzëqeshi në përlote. "E di," tha ajo, "e shoh në sytë tuaj dhe ju lutem, me lejoni të jem pjesë e jetës tuaj." Oliveri përqafoi të dyja gratë. Ishte një moment i bukur, plot me dashuri dhe falje. Për herë të parë që prej muajsh, ai ndjeu shpresë që ndoshta gjërat mund të ndreqeshin. Ditët që erdhën, nëna e Oliverit i ftoi ata në vilë për darkë. Këtë herë, atmosfera ishte krejtësisht e ndryshme. Nëna kishte përgatitur një darkë të shkëlqyer dhe kishte bërë përpjetje të mëdha për ta bërë Arianën të ndjehej të mirëpritur. Babai i Oliverit ende nuk ishte atje. Ai kishte refuzuar të vinte, ende i zemëruar për vendimin të birit. Por nëna shpjegoi që kishte shpresë. "Babai yt është kokfort," tha nëna, "por edhe ai po vuan pa ty. Vetëm ka nevojë për kohë." Dhe koha ishte ajo që u dha. Kaluan javë, pastaj muaj. Oliveri dhe Ariana vazhduan jetën e tyre, duke planifikuar dasmën e tyre të thjeshtë. Nuk do t'ishte një ceremoni e madhe, vetëm një shërbim i vogël me miq të afërm dhe familje. Dhe pastaj, një ditë, babai i Oliverit erdhi në apartamentin e tyre. Ishte një moment i ndërlikuar. Babai qëndroi në derë me një shprehje të vështirë për t'u lexuar. Oliveri e shikoi me mbrojtje, gati për të mbrojtur veten e tij dhe Arianën nëse ishte e nevojshme. Por babai nuk erdhi për të sulmuar, erdhi për të folur. "Oliver," tha ai duke hyrë brenda, "kemi nevojë të flasim." Ata ulën në dhomën e vogël të ndenjës dhe për një kohë të gjatë askush nuk foli. Pastaj babai filloi. "Kam menduar shumë për gjithçka që ka ndodhur dhe kam kuptuar që kam qenë i gabuar, jo rreth të gjithave, por rreth atyre më të rëndësishme."
Ai e shikoi Arianën. Kur të shoh me djalin tim, shoh diçka që nuk kam parë prej vitesh. Shoh lumturi të vërtet, dhe e kuptoj tani që kjo është më e rëndësishme se çdo pasuri, se çdo status. Oliver nuk mund të besonte atë që po dëgjonte. Babai, të lutem, më dëgjo, e ndërpreu babai. Kisha të drejtë me disa gjëra, por gabim për ato më të rëndësishme. Dhe nëse ti vërtet e do këtë vajzë, atëherë kam nevojë të jap një mundësi, jo për ty, por për veten time, sepse nuk dua të humbas djalin tim për shkak të krenarisë son. Ai u drejtua drejt Arianës. Ariana, më falni, tha ajo duke qarë. Ju kam gjykuar pa ju njohur, kam qenë pa drejt, e ashpër, por tani po ju lutem, më jepni një mundësi. Lërmët ju njoh, të shikoj pse djali im ju do aq shumë. Babai lëvizi kokën, dhe për herë të parë që kur Ariana e ishte takuar, buzëqeshin ndaj saj me ngrohtësi. Javët që erdhën sollën një ndryshim të madh në jetën e Arianës dhe Oliverit. Familja Oliverit filloi gradualisht ta pranonte Arianën. Nëna e ftonte shpesh për çaj, duke dëshiruar të njihte më mirë vajzën që i kishte dhuruar lumturinë e të birit. Babai, edhe pse ende i rezervuar, po bënte përpjekje për të qenë i sjellshëm dhe i respektueshëm. Por jo të gjithë në familje ishin po aq të hapur. Vëllezërit dhe motrat e Oliverit ende kishin rezerva. Ata flisnin në murmurima kur mendonin që askush nuk i dëgjonte. Hedhin shikime të fshehura plot gjykim. Një ditë, gjatë një darke familjare, një prej motrave të Oliverit, një grua e quajtur Victoria me pamje elegante dhe mënyrë të ftohtë, e pyeti Arianën drejt për drejt. Ariana, tha ajo me një ton që përpiqej të dukej i sjellshëm, por ishte plot dyshim. Si e ndje veten duke hyrë në një familje kaq të ndryshme nga jotja? Nuk të frigohen këto ndryshime? Ariana e ndërgjegjësoi se pyetja nuk ishte prej kurreshtjeje të sinqertë, por prej dëshirës për ta bërë të ndjehej e papërshtatshme. Por ajo kishte mësuar të mos lejonte që fjalët e të tjerëve ta lëndojnë. Patjetër që ka ndryshime, ju përgjigj Ariana me qetësi, por dashuria nuk njeh klasa apo kulturë. Unë dhe Oliver kemi mësuar të respektojmë botët e njëri tjetrit, dhe kjo na ka bërë më të fortë. Victoria ngriti vetullat. Sa poetike, tha ajo me një ironi të lehtë, por jeta reale nuk është poezi e dashur, ka përgjegjësi, pritshmëri shoqërore. Victoria, e ndërpreu Oliver me një zë të prerë, mjaft, Ariana është pjesë e kësaj familjeje tani dhe dua që ta trajtosh me respekt. Një heshtje e papritur mbërtheu tavolinën. Victoria u skuq lehtë, por nuk tha asgjë më. Nëna e Oliverit ndërhyri me shpejtësi për të ndryshuar temën, dhe darka vazhdoi, por tensioni mbeti në ajër. Pas darkës, kur Ariana dhe Oliveri ishin duke u larguar, nëna e Oliverit e ndali Arianën. Më fal për Viktorien, tha ajo butë. Ajo nuk është mësuar me ndryshime, por me kohë do ta kuptoj. Ariana buzëqeshi. E kuptoj, tha ajo, dhe jam e durueshme. Nëna ja shtrëngoi dorën me dashuri. Ta admiroj, tha ajo, ke një forcë të brendshme që unë nuk e kisha në moshën tënde. Oliver ka fat që të ka. Ato fjalë ngrohën zemrën e Arianës. Ndërsa po largohej me Oliver atë natë, ajo ndërgjegjësohej që rruga nuk do të ishte gjithmonë e lehtë, por me Oliver pranë saj, ajo ndjente se mund të përballonte çdo gjë. Përgatitjet për dasmë filluan seriozisht. Ariana dhe Oliver vendosin që do të kishin 2 ceremoni, një në Angli dhe një në Shqipëri. Në këtë mënyrë, të dyja familjet mund të festojnë dashurinë e tyre në mënyrën e tyre. Ceremonia e parë do të zhvillohej në Londër, në një kopësht të vogël që Oliver kishte gjetur. Nuk ishte asgjë e madhërueshme, por ishte e bukur dhe intime. Lista e ftesave ishte e shkurtër, familja e afërt, miq të ngushtë dhe disa kolegë nga puna. Ariana kalonte ditë të tëra duke kërkuar fustanin e duhur. Nuk donte diçka të tepruar, por donte të ndjehej e bukur. Nëna Oliverit e ndihmua në kërkim dhe së bashku gjetën një fustan të thjesht por elegant, prej dantele të bardhë që i binte bukur. Je e mrekullueshme, tha nëna Oliverit kur Ariana e provoi fustanin për herë të parë. Kishte lot në sy. Djali im është shumë fat. Ariana e përqafoi. Faleminderit për gjithçka që po bëni për ne, tha ajo. Ju keni qenë aq të mirë që kur keni hapur zemrën. Ti ke bërë që ta hap, ju përgjigj nëna. Ke sjell dritë në jetën e djalit tim
dhe për këtë do t'jem përgjithmonë mirënjohëse. Por jo gjithçka po shkonte pa probleme. Një ditë, Oliver erdhi në shtëpi me një shprehje të shqetësuar në fytyrë. "Çfarë ndodhi?" pyeti Ariana menjëherë. Oliver i ul në kanape dhe fërkoi fytyrën me duar. Tha, "Kam marrë një telefonat nga babai. Kompania po kalon një periudhë të vështirë, kanë humbur një kontratë të madhe dhe financat janë në gjendje të keqe." Ariana ul pranë saj dhe "Çfarë do të thotë kjo për në?" "Oliver më ka kërkuar të kthehem," tha ai. "Thotë që kanë nevojë për ndihmën time, që vetëm unë mund t'i ndihmoj të rikënden." Por, pyeti Ariana duke ndjerë një ny në stomak. "Por kushti është që unë të kthehem si drejtor ekzekutiv, që do të thotë orë të gjata pune, udhëtime të shpeshta, presion i madh," shpjegoi Oliver. "Dhe unë nuk e di nëse kjo është ajo që dua. Kam gjetur paqe në jetën time tani, në punën time të thjesht, në jetën tonë të qetë." Ariana e mbajti dorën. "Oliver, çfarë do ti vërtet?" Ai e shikoi me sy plot ankthi. "Dua të jem me ty, dua jetën që kemi ndërtuar, por ndjehem edhe i detyruar ndaj familjes. Babai më ka falur, na ka pranuar, si mund ta refuzoj kur ka nevojë për mua?" Ariana mendoi për një kohë të gjatë. "Unë nuk mund të marr këtë vendim për ty," tha buta ajo, "por do të mbështes në çdo zgjedhje që bën. Nëse vendos të kthehesh në kompani, unë do të jem pranë teje. Nëse vendos të qëndrosh në punën tënde aktuale, edhe atëherë do të jem pranë teje." Oliver e përqafoi fort. "Si bërat kisha aq fat," pëshpëriti ai. "Ne të dy kemi fat," tha Ariana, duke buzëqeshur në përlot që fillonin të mblidhen. Ditët që erdhën ishin plot me dilema për Oliver. Ai takoi shpesh me babin e tij, diskutonin për gjendjen e kompanisë, për opsionet që kishin. Ariana e shikonte këtë luftë të brendshme dhe zemra i dhemte për të. Një mbrëmje, ndërsa ishin ulur në verandën e vogël të apartamentit të tyre, Ariana foli. "Oliver, dua të them diçka," filloi ajo. Ai e shikoi me vëmendje. "Kur isha e vogël," vazhdoi Ariana, "babai im më tregoi një histori për një peshkatar që kishte kapur një peshk të madh. Peshkatari ishte shumë i krenuar, por peshku ishte aq i madh sa varka po fundosej. Peshkatari duhet të zgjidhte, të mbante peshkun dhe të rrezikonte të fundoset, apo ta lëshonte dhe të shpëtonte." "Dhe çfarë bëri?" pyeti Oliver. "E lëshoi," tha Ariana, "por jo sepse kishte frikë. E lëshoi sepse e kuptoi që ka peshë të tjerë në det, por jetën e kishte vetëm një. Dhe përsëri mund të peshkonte, por këtë herë me një varkë më të fortë." Oliver e kuptoi metaforën. "Po thua që duhet ta refuzoj ofertën e babait?" "Po them që duhet të zgjedhësh atë që të bën të lumtur, jo atë që të bën të ndihesh i detyruar," tha Ariana. "Nëse dëshiron të ndihmosh familjen, bëje, por mos e bëj sepse ndihen fajtor. Bëje sepse vërtet do." Oliver mendoi për fjalët e saj gjatë gjithë natës, dhe në mëngjes kishte marrë vendimin. Shkoi tek babai dhe i tha: "Do të ndihmoj, por me kushtet e mia. Do të punoj si konsulent, jo si drejtor ekzekutiv. Do të vi disa ditë në javë, por jo me kohë të plot. Kam një jetë tani që e vlerësoj dhe nuk jam i gatshëm ta sakrifikoj atë." Babai e shikoi për një kohë të gjatë. Pastaj lëvizi kokën. "Pranoj," tha ai, "dhe të respektoj për këtë." Ishte një kompromis që i kënaqte të dyja palët. Oliver mund të ndihmonte familjen pa sakrifikuar jetën që kishte ndërtuar me Arianën. Dhe babai e vlerësoi këtë, duke parë që djali i tij kishte rritur dhe kishte mësuar të vendoste kufit e shëndetshëm. Dita e dasmës në Londër arriti më në fund. Ishte një mëngjes i bukur pranvere, me diell që shkëlqente në qiell dhe erë të butë që frynte në përpem. Kopshti ku do të zhvillohej ceremonia ishte zbukuruar me lule të bardha dhe roz, dhe karrige të vogla ishin vendosur në radhë për mysafirët. Ariana qëndronte në një dhomë të vogël duke u përgatitur. Nëna e Oliverit ishte atje për ta ndihmuar, së bashku me disa shoqe të saj nga universiteti. "Je mahnitse," tha nëna e Oliverit, kur Ariana ishte veshur plotësisht. Fustani i dantelës i binte bukur, dhe flokët e Arianës ishin shtrënguar në një stil elegant por të thjeshtë. "Faleminderit," tha Ariana, duke shikuar veten në pasqyrë. Ishte e nervozur, por gjithashtu e emocionuar.
Kjo ishte dita që kishte ëndruar që kur kishte takuar Oliver për herë të parë. Ceremonia filloi me tingujt e një violine trubut. Mysafirët ulën dhe Oliver doli në krye të kopshtit, duke pritur. Kur pa Arianën e ecur drejt tij, syt u mbushën me lot. Ajo ishte krijesa më e bukur që kishte parë ndonjëherë. Ariana ecte ngadalë, duke u përpjekur të përqendrohej në Oliver dhe jo në të gjithë syt që e shikonin. Kur arriti pranë tij, ai e zgjati dorën dhe buzëqeshi. "Je e mrekullueshme", përshpëriti ai. "Edhe ti", ju përgjigj ajo, duke buzëqeshur në përlot që fillonin të mblidhen. Ceremonia ishte e thjeshtë por e bukur. Prifti foli për dashurinë, për përkushtimin, për fuqinë e dy njerëzve që zgjedhin të ecin së bashku në përjetë. Oliver dhe Ariana shkëmbyen kushtet. Çdo fjalë thënë me dashuri dhe sinqeritet. "Ariana", tha Oliver kur erdhi radha e tij, "që kur të takova, jeta ime ndryshoi. Ti më mësove se çfarë do të thotë dashuria e vërtetë, se çfarë do të thotë të japësh praparësi dikujt tjetër mbi të gjitha. Premtoj që do të dua çdo ditë të jetës sonë, që do të mbështes në çdo moment, që do të jem partneri yt në çdo aventurë që do të përjetojmë." Ariana qante tashmë, por vazhdoi me kushtin e saj. "Oliver", tha ajo me zë të lëkundur, "ti më dhe guximin të besoj në dashuri kur mendoja që nuk ishte për mua. Më mësove që paragjykimet mund të tejkalohen, që dashuria është më e fortë se çdo pengesë. Premtoj që do të dua me gjithë zemër, që do të jem mbështetja jote, që do të ndërtojmë një jetë të bukur së bashku." Kur u shpalluan si bashkëshorte, Oliver e puthua Arianën me aq shumë dashuri, sa të gjithë mysafirët filluan të duartrosin dhe të festonin dashurinë e çiftit të ri. Ishte një moment i përsosur, plot me lumturi dhe shpresë. Festa që erdhi pas ceremonisë ishte e vogël por e ngrohtë. Njerëzit hëngrën, pinë dhe festuan dashurinë e çiftit të ri. Babai i Oliverit mbajti një fjalim, duke thënë se kishte mësuar shumë nga djali i tij, dhe që Ariana kishte mësimsja më e bukur për të. "Kam qenë kokfort dhe i verbër, por ti më mësove që dashuria nuk njeh kufi, dhe për këtë të falenderoj." Ariana ishte e prekur thellë. Kjo ishte një pranësi që nuk e kishte pritur, një respekt që kishte punuar shumë për ta fituar. Por ndërsa festa vazhdonte, Ariana nuk mund të mos mendonte për prindrit e saj në Shqipëri. Ata nuk ishin mundur të vinin për ceremoninë për shkak të vështirësive me viza, por kishin premtuar që do të festojnë kur Ariana dhe Oliver do të shkonin atje për ceremoninë e dytë. Pas disa javësh, Ariana dhe Oliver fluturuan për në Tiranë. Këtë verë, udhëtimi ishte i ndryshëm. Ata nuk ishin më të dyshues, por bashkëshort dhe pritja ishte për të festuar, jo për të gjykuar. Prindrit e Arianës i pritën në aeroport me lule dhe buzëqeshje të gjera. Nëna e Arianës e përqafoi të bijën dhe qau prej lumturie. "Vajza ime e martuar", tha ajo në përlot. "Nuk mund ta besoj." Babai e përqafoi Oliver me ngrohtësi. "Mirë se erdhe në familjen tonë", tha ai. Ceremonia në Shqipëri ishte krejtësisht e ndryshme nga ajo në Londër. Ishte më e madhe, më festive, me muzikë tradicionale dhe valle. I gjithë fshati ishte ftuar dhe shtëpia e vogël e familjes së Arianës ishte zbukuruar me çdo gjë që kishin mundur. Ariana vishej me një fustan të bardhë tradicional, me qëndisje të bukura me duar. Oliver vishej me një kostum, por kishte vënë një jelek tradicional shqiptar që babai i Arianës ja kishte dhuruar. "Duke shumë i bukur", tha Ariana duke qeshur kur e pa. "Ndihem pak i çuditshëm", pranoi Oliver, "por më pëlqen." Ceremonia filloi me muzikë dhe valle. Njerëzit kërcenin, këndonin dhe festojnë dashurinë e çiftit të ri. Kishte ushqim të bollshëm, të përgatitur me dashuri nga nëna e Arianës dhe gratë e tjera të fshatit. Gjatë darkës, babai i Arianës mbajti një fjalim të gjatë. Foli për ditën kur Ariana kishte lindur, për ëndrat që kishte pasur për të, për krenarinë që ndjente duke e parë që po bëhej një grua e fortë dhe e pavarur. Kur Ariana na tha që kishte dashuruar një anglez, tha babai, u friksova që do ta humbisnim, që do të largohej dhe nuk do të kthehej më. Por tani, duke e parë dashurinë që ata ndajnë, e kuptoj që nuk e kemi humbur. Kemi fituar një birë." Oliver u prek thellë nga ato fjalë. Ai u ngrit dhe e përqafoi babain e Arianës.
Faleminderit që më pranuat. Premtoj që do ta kujdesem për të bijën tuaj deri në ditën e fundit të jetës sime. Festa vazhdoi deri në orët e vona të natës. Njerëzit kërcenin, qeshin dhe festojnë dashurinë e çiftit të ri. Ishte një nga netët më të bukura që Ariana kishte përjetuar ndonjëherë. Por në një moment, ndërsa ishte ulur në një cep duke shikuar festën, nëna e saj erdhi dhe u ul pranë saj. "Je e lumtur, bi?" pyeti ajo. Ariana buzëqeshi. "Shumë e lumtur, mami." "E shoh," tha nëna, "dhe kjo më bën edhe mua të lumtur. Kam pasur shumë frikë për ty, por tani shoh që ke bërë zgjedhjen e duhur." Ariana e përqafoi nënën. "Faleminderit që më mbështete, edhe kur kishit dyshime. Gjithmonë do të të mbështes, sepse je i bija ime dhe dua gjithçka që të bën ty të lumtur." Pas ceremonisë në Shqipëri, Ariana dhe Oliver vendosën të qëndrojnë edhe disa ditë për të kaluar kohë me familjen. Ata vizituan vende të ndryshme, nga plazhet e jugut te malet e nordit. Oliver ishte i magjepsur me bukurinë e vendit dhe ngrohtësinë e njerëzve. "Kuptoj tani pse je aq e fortë," tha ai Arianës, një ditë kur ishin ulur pranë detit. "Ky vend të ka formuar, të ka dhënë forcën dhe vendosmërinë që ke." Ariana buzëqeshi. "Dhe ti më ke dhënë guximin të ndroj më shumë," tha ajo. Ata diskutuan për të ardhmen. Oliver kishte filluar të punonte si konsulent për kompaninë familjare dhe gjërat po shkonin mirë. Ariana kishte vetëm një vit që kishte mbetur deri të mbaronte universitetin dhe kishte filluar të mendonte për atë që do të bënte pas. "Dua të hap një organizat," i tha Oliverit një ditë. "Një organizat që i ndihmon të rinjt shqiptar që duan të studiojnë jashtë, por nuk kanë mjetet. Dua t'ju jap atyre mundësinë që unë pata." Oliver e shikoi me admirim. "Është një ide e mrekullueshme," tha ai, "dhe unë do të ndihmoj në çdo mënyrë që mund." "Vërtet?" pyeti Ariana me shpresë. "Patjetër, do të punojmë së bashku, do të bëjmë diçka që ka kuptim, diçka që ndihmon njerëzit." Ato fjalë i dhanë një sens të ri qëllimi. Ariana nuk ishte më vetëm një vajzë që po luftonte për të përfunduar studimet. Ishte një grua që kishte një vizion, një mision dhe një partner që e mbështeste plotësisht. Por jeta nuk ishte pa sfidat e saj. Një ditë, ndërsa ishin në Shqipëri, Oliver mori një telefonat nga nëna e tij. Zëri i saj ishte i shqetësuar. "Oliver, duhet të kthehesh në Londër sa më shpejt," tha nëna. "Babai yt është në spital." Zemra e Oliverit u ndal. "Çfarë ndodhi?" "Ka pasur një atak në zemër," shpjegoi nëna, duke qarë. "Mjekët thonë që është stabil tani, por duan që ti të jesh këtu." Oliver dhe Ariana morën avionin e parë për në Londër. Gjatë gjithë fluturimit, Oliver ishte i heshtur dhe i shqetësuar. Ariana ja mbante dorën, duke u përpjekur ta ngushëllojë, por e dinte që fjalët nuk mund të ndihmonin shumë në një moment të tillë. Kur arritën në spital, gjendja e babait të Oliverit ishte serioze por e qëndrueshme. Ai ishte i zbeht me tubat e lidhura, por syt ende u shkëlqenin kur e pan Oliver. "Djali im," tha ai me zë të dobët. Oliver e përqafoi me kujdes. "Jam këtu, babai," tha ai. "Jam këtu." Në ditët që erdhën, Oliver kaloi çdo moment të lirë në spital. Ariana gjithashtu vinte sa herë që mund, duke sjell lule dhe fjalë të ngushëlluese. Babai Oliverit filloi gradualisht të rimëkëmbej dhe me kalimin e javëve, gjendja e tij përmirësohej. Një ditë, kur Ariana ishte ulur pranë krevatit të tij ndërsa Oliver kishte dalë për një moment, babai Oliverit foli. "Ariana," tha ai, "dua të them diçka." Ajo e shikoi me vëmendje. "Kur ti dhe Oliver u martuat," vazhdoi ai, "ende kisha dyshime. Nuk isha plotësisht i bindur që kjo do të funksiononte. Por këto ditë, duke e parë se si ti kujdesesh për Oliver, se si e mbështet, e kuptova që kam qenë i gabuar. Ti je ajo që i duhet atij, dhe familja jon ka fat që të ka." Ariana ndjeu lot duke i mbushur syt. "Faleminderit," tha ajo but. "Kjo do të thotë shumë për mua." Babai i zgjati dorën dhe ja shtrëngoi atë të saj. "Jo, faleminderit ty," tha ai, "për të mos hequr dorë nga djali im, edhe kur ne nuk të pritëm me krah hapur. Ti provove që dashuria është më e fortë se paragjykimet." Ishin momente si këto që i kujtojnë Arianës pse kishte luftuar aq shumë. Nuk ishte vetëm për Oliver, por për dashurinë që ata ndajnë, për të drejtën që secili ka të zgjedhë dashurinë e tij, pavarësisht pengesave. Muajt kaluan dhe jeta filloi të stabilizohej.
Babai Oliverit u ri më këmbë plotësisht dhe u kthye në punë, edhe pse tani punonte me një ritëm më të ngadalt dhe më të kujdesshëm për shëndetin e tij. Ariana mbaroi universitetin me nota të shkëlqyera dhe filloi punën për të krijuar organizatën e saj. Ajo i quajti Ura e Shpresës, një organizatë që i ndihmonte të rinjt shqiptar që dëshironin të studionin jashtë. Ariana ofronte këshilla, ndihmë me aplikime dhe në disa raste edhe mbështetje financiare të vogël për ata që kishin vërtet nevojë. Oliver e ndihmoi në çdo hap. Ai përdori lidhjet e tij për të gjetur donator, për të krijuar partneritete me universitete, për të organizuar evente. Bashk, ata ndërtuan diçka të bukur, diçka që i ndihmonte njerëzit dhe që i jepte kuptim jetës së tyre. Organizata filloi të rritej. Brenda një viti, kishin ndihmuar dhjetra të rinj të realizonin ëndrat e tyre. Çdo mesazh falënderimi që merrnin, çdo histori suksesi që dëgjonin, i bënte Arianën dhe Oliver të ndiheshin të plotësuar. Një ditë, një vajzë e re nga një fshat i vogël në Shqipëri erdhi në zyrat e tyre në Londër. Emri i saj ishte Elsa dhe kishte një ëndër për të studiuar mjeksi. "Zonja Ariana", tha ajo me sy plot shpresë, "kam dëgjuar për organizatën tuaj. Familja ime nuk ka para, por unë kaq shumë dua të bëhem mjeke. Ju lutem, më ndihmoni." Ariana e shikoi vajzën dhe pa veten e saj prej disa vitesh më parë, plot ëndra, plot frikë, për e dëmësuar të mos heq dorë. "Do të ndihmojmë", tha Ariana. "Do të bëjmë gjithçka që mundem." Dhe ashtu bën. Ndihmuan Elsen me aplikimin, me përgatitjen për testet dhe në fund ajo fitoi një bursë të plotë për të studiuar në një universitet prestigjioz. Kur mori lajmin, Elsa qau prej lumturie dhe përqafoi Arianën aq shumë sa të dyja gati ranë. "Faleminderit", tha Elsa në përlot, "ju më ndryshuat jetën." Por ishte Ariana që ndjeu mirënjohje, sepse duke i ndihmuar të tjerët të realizojnë ëndrat e tyre, ajo e kuptoi që kishte gjetur qëllimin e saj në jetë. Një vit pas martesës së tyre, Ariana zbuloi që ishte shtatzën. Kur e tha Oliverit, ai e ngroju për një moment, dhe pastaj një buzëqeshje e gjerë u shfaq në fytyrën e tij. "Vërtet?" pyeti ai nëse nuk e besonte. "Vërtet", tha Ariana, duke qarë dhe qeshur në të njëjtën kohë. Oliver e mori në krah dhe rrotulloi në ajër. "Do të bëhemi prindër", thirrri ai. "Do të bëhemi prindër." Lajmi u prit me entuziazëm nga të dyja familjet. Nëna e Oliverit filloi menjëherë të planifikojë, duke blerë rroba të vogla dhe lodra. Prindërit e Arianës në Shqipëri ishin po aq të entuziazmuar, edhe pse të trishtuar që nuk mund të ishin pranë vazhdimisht. "Do të vyj sa të lind fëmia", premtoi nëna Arianës nëpër telefon. "Nuk do ta humb këtë për asgjë në botë." Shtatzania e Arianës kaloi pa probleme të mëdha. Ajo vazhdoi të punonte në organizatë sa më shumë që mundte, por tani Oliver insistonte që ajo të pushonte më shumë, të kujdesej për sete. "Jam mirë", protestonte Ariana. "E di", thoshte Oliver duke buzëqeshur, "por dua që të jesh më mirë se mirë. Dua që ti dhe bebja jon të jeni të shëndetshme dhe të lumtur." Kur erdhi dita e lindjes, Ariana ishte nervozuar por gjithashtu emocionuar. Oliveri ishte pranë saj gjatë gjithë procesit, duke mbajtur për dorë dhe duke i përshpëritur fjalin kurajuese. "Je aq e fortë", thoshte ai, "aq e mrekullueshme." Dhe kur më në fund dëgjuan qarjen e parë të bebes, të dy filluan të qanin. Ishte një vajzë e vogël me sy të mëdhenj dhe flokë të errta si e nëna. Ishte e përsosur. "Si do ta quajmë?" pyeti Oliver, duke mbajtur bebiush në krah. Ariana mendoi për një moment. "Lira", tha ajo. "Në shqip do të thotë liri, sepse ajo është fryti i dashurisë tonë të lirë, dashurisë që te i kaloj çdo kufizim." Oliver buzëqeshi. "Lira", përsëriti ai, "është e përsosur." Muajt e parë me lirën ishin të vështirë, por të mbushura me dashuri. Netët pa gjumë, qarjet e pandërprera, shqetësimet konstante, gjithçka ishte e re dhe sfidues. Por Oliver dhe Ariana e bën së bashku, duke mbështetur njëri tjetrin në çdo hap. Nëna e Arianës erdhi nga Shqipëria për të ndihmuar. Ajo qëndroi për disa muaj duke mësuar Arianën se si të kujdeset për bebiush, duke gatuar ushqime tradicionale për ta forcuar të bijën. "Je një nënë e shkëlqyer", i thoshte nëna, "tamam si unë t'imagjinova." Nëna e Oliverit gjithashtu vinte shpesh, duke sjellë dhurata dhe duke ofruar ndihmë. Dy gjyshet nga dy kultura kaq të ndryshme gjejnë një lidhje përmes dashurisë që ndajnë për nipën e vogël. Një ditë, ndërsa të dyja gjyshet ishin atje, Ariana i shikoi dhe buzëqeshi. "E shihni?" tha ajo. "Lira ka sjellur bashk jo vetëm ne,
Por të dyja familjet tona, ajo është ura që na lidh. Të dyja gratë buzëqeshën me lot në sy. Ajo është bekimi më i madh, tha nëna e Arianës, dhe simboli dashurisë që te kalon kufit, shtoi nëna e Oliverit. Ndërsa Lira rritej, Oliver dhe Ariana u përpoqën t'ia mësojnë të dyja kulturat. Flitnin me të në të dyja gjuhët, anglisht dhe shqip. I tregonin përralla nga të dyja traditat. E merrnin në Shqipëri çdo verë për të kaluar kohë me familjen atje, dhe në Angli e merrnin në evente familjare të familjes së Oliverit. Dua që ajo të jetë krenare për të dy anët e saj, thoshte Ariana, të mos ndjej kurrë që duhet të zgjedh. Do të jetë, thoshte Oliver, sepse ne do t'ja mësojmë që identiteti i saj është i pasur pikërisht sepse është i dyfisht. Organizata Ura e Shpresës vazhdonte të rritej. Tani kishin një ekip të vogël njerëzish që punojnë me to dhe kishin ndihmuar qindra të rinj. Ariana kishte gjetur një mënyrë për të balancuar punën dhe jetën familjare, edhe pse nuk ishte gjithmonë e lehtë. Kishte ditë kur ndjehej e mbingarkuar, ditë kur mendonte që nuk po bënte mjaftueshëm në asnjë nga rolet, as si nën, as si drejtuesi i organizatës. Por Oliver gjithmonë ishte atje për ta kujtuar që po bënte një punë të mrekullueshme. Ti je heroina ime, i thoshte ai. Mos e haro kurrë këtë. Vitet kaluan dhe Lira u rrit në një vajzë të vogël të zgjuar dhe plot energji. Ajo fliste rrjedhshëm të dyja gjuhët, ndronte midis tyre me lehtësi që mahnitne të gjithë. Kishte sytë e nënës dhe buzëqeshjen e babait, dhe një personalitet që e bënte të gjithë ta donin. Në moshë 5 vjeçare, Lira filloi të bëj pyetje. Mami, pyeti ajo një ditë, pse gjyshja flet ndryshe nga gjyshja tjetër? Ariana buzëqeshi, sepse ato vinë nga vende të ndryshme zemër. Gjyshja nga Shqipëria flet shqip dhe gjyshja nga Anglia flet anglisht. Por ti flet të dyja, tha Lira. Jo, tha Ariana, sepse unë jam nga Shqipëria, por jetoj në Angli. Dhe ti je lumtur sepse ke të dyja. Lira mendoi për një moment. Unë jam shqiptaro-angleze? Pyeti ajo. Po, tha Ariana duke e përqafuar, dhe kjo të bën shumë të veçantë. Por të njëtuarit midis dy kulturave nuk ishte gjithmonë e lehtë. Kishte momente kur Lira ndjehej e ndarë, kur nuk e dinte ku përkiste. Në shkollë në Angli, disa fëmijë pyetnin pse kishte një emër të çuditshëm. Në Shqipëri, disa të afërmi pyetnin pse nuk fliste shqip aq sa pritën. Ndjehem sikur jam gjysma këtu, gjysma atje, i tha Lira Arianës një ditë me sy plot lot. Ariana e mori në preh. E di si ndjehet zemër, tha ajo. Edhe unë kam ndjer shpesh kështu, por dua që të kuptosh diçka shumë të rëndësishme. Ti nuk je gjysma këtu e gjysma atje. Ti je plot kudo që je. Ti je një vajzë mrekullueshme që ka privilegjin të njohë dy botë, dy kultura. Dhe kjo të bën të pasur, jo të ndarë. Lira e shikoi nënën me admirim. Vërtet, pyeti ajo. Vërtet, tha Ariana duke buzëqeshur. Edhe kur të rritesh, do të jesh aq e fortë sepse do të dish se si të ndrosh midis dy botëve. Kjo është një dhuratë, jo një barr. Ato fjalë ndikuan thellë tek Lira. Ajo filloi të pranonte identitetin e saj të dyfisht, ta shikonte si diçka pozitive, në vend se diçka që e ndante. Dhe kjo ishte mësimi më i madh që Ariana dhe Oliver ju dhanë të bijës së tyre, që dashuria te kalon kufit, që identiteti është diçka për t'u festuar, jo për t'u fshehur. Një ditë, kur Lira ishte 8 vjeç, ajo erdhi në shtëpi nga shkolla me një detyrë. Mësuesja na tha të shkruajmë për historinë e familjes son, tha ajo. Mund të më tregoni se si u takuat ju dhe babi? Ariana dhe Oliver u shikuan njëri tjetrin dhe buzëqeshën. Ishte një histori që kishin treguar shumë herë, por kur nuk u lodhën prej saj. Ishte një natë e ftohtë, filloi Ariana, dhe unë po pastroja një vilë të madhe. Nuk prisja asgjë të veçantë, por atëherë babai yt hyri në dhomë. Oliver vazhdoi. Dhe pash këtë vajzë të mrekullueshme që po punonte aq shumë. Diçka në sytë e saj më tërhoqi dhe e dija që duhet ta njihja më mirë. Lira dëgjonte me vëmendje, sytë e saj të gjera me kureshtje. Por familjet tona nuk deshin që të jemi së bashku, vazhdoi Ariana. Mendonin që ne ishim shumë të ndryshëm. Po si u do që u martuat? Pyeti Lira. Sepse dashuria është më e fortë se çdo pengesë, tha Oliver. Sepse kur dy njerëz vërtet dashurojnë njëri tjetrin, asgjë nuk mund t'i ndalojë. Ariana shtoi. Dhe sepse besojmë që çdo njeri ka të drejtë të zgjedhë të cilin don, pavarësisht se nga vjen, çfarë ka
Apo çfarë mendojnë të tjerët? Lira mendoi për një moment. Do të thotë që ju luftuat për dashurinë tuaj? Po, than Ariana dhe Oliver në unison. Dhe kjo ju bëri më të fortë, tha Lira, duke buzëqeshur. Pikërisht, tha Ariana, duke e puthur në ball. Dhe të gjitha sfidat, të gjitha vështirësitë, i avlen sepse tani kemi ty. Lira shkroi historinë e familjes në detyrën e saj, dhe kur e prezantoi në klas, të gjithë ishin të prekur. Mësuesja e quajti historinë më të bukur dashurie që kishte dëgjuar, dhe fëmijët e tjerë filluan të bënin pyetje. Prindrit e tu janë herojnë, i tha një nga shoqet e klasës. Lira buzëqeshi me krenari. E di, tha ajo. Me kalimin e viteve, jeta e Arianës dhe Oliverit vazhdoi të lulëzoj. Organizata Ura e Shpresës u bë një nga organizatat më të njohura në fushën e saj, duke ndihmuar jo vetëm shqiptar, por të rinj nga të gjitha vendet në zhvillim që dëshirojnë të studiojnë jashtë. Ariana u bë një figurë e respektuar në komunitetin shqiptar në Londër. Shpesh ftohej për të folur në evente, për të treguar historinë e saj, për të frymëzuar të tjerët. Një ditë, ajo u ftua për të folur në një konferencë të madhe për gratë emigrante. Kishte qindra njerëz në sallë dhe Ariana ndihej e nervozuar, por gjithashtu e emocionuar. Historia ime nuk është unike, filloi ajo, duke shikuar audiencën. Ka mira gra si unë që kanë lënë shtëpitë e tyre, familjet e tyre, kulturën e tyre për të ndjekur ëndrat. Ka mira gra që kanë përballuar paragjykime, diskriminim dhe dyshim. Ajo bëri një pauzë duke marrë frymë thellë. Por dua t'ju them diçka. Ju jeni më të forta se sa mendoni. Ju kanë kaluar në gjëra që shumica e njerëzve nuk mund t'i imagjinojnë. Ju keni mësuar të jetoni midis dy botëve, të flisni gjuhë të ndryshme, të navigoni nëpër kultura të ndryshme, dhe kjo ju bën të pabesueshëm të forta. Gratë në audiencë filluan të duartrosin. Disa kishin lot në sy. Mos i lejoni që dikush t'ju bëjë të ndiheni më pak se sa jeni. Mos i lejoni që paragjykimet e të tjerëve të përcaktojnë vlerën tuaj. Ju jeni të mrekullueshme, të fuqishme, të denja për dashuri dhe respekt. Kur mbaroi fjalimin, e gjithë salla u ngrit në këmbë dhe filloi të duartros. Gratë po qanin, po qeshin, por përqafoshin njëra tjetrën. Ishte një moment i fuqishëm që Ariana nuk të harronte kurrë. Pas konferencës, shumë gra erdhën tek ajo për të ndarë historitë e tyre. Çdo histori ishte e ndryshme, por të gjitha kishin diçka të përbashkët, guximin për të luftuar për një jetë më të mirë. Oliver ishte në audiencë atë ditë, dhe kur Ariana zbriti nga skena, ai e priti me një buçet lulesh. Ishe e mahnitshme, tha ai, duke e përqafuar. Unë jam aq krenar për ty. Nuk do t'isha këtu pa ty. Ti më dhe guximin të besoj në vetvete. Oliver e puthi në ball. Ne i dham njëri tjetrin atë guxim, tha ai. Kur Lira u bë 10 vjeçe, ajo filloi të tregojë interes për punën e nënës. Shpesh vinte në zyrat e organizatës pas shkolle, duke vëzhguar se si Ariana takohet me të rinj që kërkojnë ndihmë, se si organizonte evente, se si menaxhonte ekipin. Mami, kur të rritem, mund të punoj në organizat me ty? Ariana buzëqeshi. Patjetër zemër, por dua që të bësh atë që të bën ty të lumtur, jo thjesht të më ndiqësh mua. Por ti më bën të lumtur, tha Lira. Më pëlqen ideja e të ndihmuarit të njerëzve të realizojnë ëndrat e tyre. Oliver, që ishte duke dëgjuar bisedën, tha. Atëherë ndoshta një ditë do të zgjerosh organizatën, do ta bësh edhe më të madhe. Lira u ndez. Vërtet? Mund të ndihmojmë më shumë njerëz? Kudo që ka vullnet, ka mundësi, tha Ariana. Por jo gjithçka ishte perfekte. Kishte ende momente të vështira. Organizata kaloi në vështirësi financiare një vit, dhe Ariana dhe Oliver u detyruan të bënin zgjedhje të vështira. Kishte ditë kur Ariana mendonte për heqjen dorë, kur ndjehej se nuk po arrinte të bëjë mjaftueshëm. Ndoshta kjo nuk është për mua? I tha ajo Oliverit një natë, duke qarë nga frustrimi. Ndoshta po përpiqem për diçka që është shumë e madhe për mua. Oliver e mori në krah. Ariana, dëgjoma, tha i but. Ti ke ndryshuar qindra jetë. Qindra të rinj janë duke studiuar tani për shkak të punës tënde. Si mund të mendosh që nuk po bën mjaftueshëm?
por nuk po arriti ndihmoj të gjithë, tha ajo. Ka aq shumë që ka nevojë dhe unë jam vetëm një person. Por ti je një person që po bën diferencë, tha Oliver. Dhe kjo është më shumë se sa shumica bëjnë gjatë gjithë jetës së tyre. Mos e nënvlerëso impaktin që ke. Ato fjalë e ndihmuan Arianën të gjente fuqinë për të vazhduar, dhe me mbështetjen e Oliverit, të familjes dhe të ekipit të saj, ajo arriti të kalojë periudhën e vështirë. Madje, organizata doli më e fortë nga ajo përvojë. Në përvjetorin e 10 të martesës së tyre, Oliver organizoi një fest surprizë për Arianën. E thirri në një restorant elegant ku ishin ulur të gjithë njerëzit e dashur, të dyja familjet, miqtë e afërt, kolegët nga puna dhe disa nga të rinjt që Ariana kishte ndihmuar gjatë viteve. Kur Ariana hyri dhe pa të gjithë ata njerëz, filloi të qante. "Çfarë është kjo?" pyeti ajo, duke qeshur nëpër lot. "Një festim," tha Oliver, duke e marrë për dore. "Një festim për 10 vjet dashuri, për 10 vjet partneriteti, për 10 vjet jetë së bashku." Gjatë darkës, disa njerëz mbajtën fjalime. Babai i Oliverit foli për se si Ariana kishte mësuar familjen e tyre leksione të rëndësishme për dashurinë dhe pranimin. Nëna e Arianës foli për krenarinë që ndjente për të bien që kishte qenë aq e guximshme. Lira, tani 10 vjeç, foli për sa shumë admironte prindrit e saj. "Ju më keni mësuar që dashuria është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër, që nuk ka rëndësi nga vim, çfarë kemi apo si dukemi. Ajo që ka rëndësi është se si trajtojmë njëri tjetrin, sa respekt tregojmë, sa dashuri japim." Të gjithë në sallë filluan të duartrokisin dhe Ariana dhe Oliver ishin krejtësisht të prekur. Më në fund, erdhi radha e Oliverit të fliste. Ai u ngrit dhe e shikoi Arianën me një dashuri që ishte ende po aq e fortë si dita kur e kishte takuar për herë të parë. "Ariana," filloi ai, "10 vjet më parë, pash një vajzë që po pastronte dyshemete shtëpisime. Por kur e shikova në sy, pash diçka më shumë. Pash forcë, vendosmëri dhe një bukuri që nuk kishte të bënte me pamjen fizike, por me shpirtin." Ai bëri një pauzë, duke marrë frymë thellë. "Në këto 10 vjet, ti më ke mësuar aq shumë. Më ke mësuar që dashuria nuk është diçka që ndodh thjesht, është diçka që zgjedhet çdo ditë. Më ke mësuar që privilegji më i madh në jetë nuk është pasuria apo statusi, por mundësia për të dashuruar dhe për të dashuruar. Më ke mësuar që jeta ka kuptim kur e jetojmë për të tjerët, jo vetëm për veten." Ariana po qante tashmë dhe Oliver vazhdoi. "Faleminderit për çdo sakrificë që ke bërë. Faleminderit për durimin tënd kur familja ime nuk ishte e sjellshme. Faleminderit për dashurinë tënde të pakushtëzuar dhe faleminderit për vajzën e mrekullueshme që na ke dhënë. Jam njeriu më i lumtur në botë, sepse ti zgjodhe mua." E gjithë salla po qante tani. Oliver zbriti nga skena dhe e përqafoi Arianën, dhe ata qëndruan atje për minuta, thjesht duke mbajtur njëri tjetrin, ndërsa të gjithë duajtrokisnin. Ishte një natë që asnjëri nga ato nuk do ta harronte. Një natë që festonte jo vetëm një martesë, por triumfin e dashurisë mbi paragjykimet, mbi krenarinë, mbi të gjitha pengesat që kishin përpalluar. Vitet vazhduan të kalonin dhe Lira u bë një adoleshente e zgjuar dhe pasionuar. Ajo kishte trashëguar vendosmërinë e nënës dhe empatinë e babait. Në shkollë ishte një studente e shkëlqyer, por ajo që e dallonte më shumë ishte angazhimi i saj të drejtësisë sociale. Në moshën 15 vjeç, Lira filloi të vullnetaronte në organizatën e nënës. Ndihmonte me organizimin e eventeve, me menaxhimin e media sociale dhe shpesh fliste me të rinjt që vinin për ndihmë, duke i inkurajuar dhe ndarë përvojën e saj si fëmijë nga 2 kultura. "Ti ke një zë unik," i thoshte Ariana. "Përdore atë për të ndihmuar të tjerët." Ariana dhe Oliver u shikuan njëri tjetrin dhe buzëqeshën. "Mendoj që është një ide e shkëlqyer," tha Oliver. "Edhe unë," shtoi Ariana. "Le të punojmë së bashku për ta realizuar." Programi u quajt Identiteti im dhe u bë shumë i suksesshëm. Të rinjt vinin për të ndarë sfidat e tyre, për të mësuar nga të tjerët në situata të ngjashme dhe për të festuar identitetet e tyre unike. Lira u bë një lider natyrale, duke folur me pasion dhe empati. Një ditë, gjatë një prej takimeve, një djalë i ri nga Pakistani foli për luftën e tij për t'u pranuar.
familja ime në Pakistan mendon që po bëhem shumë perëndimor, tha ai, dhe njerëzit këtu mendon që jam shumë i huaj, ndihem i humbur. Lira e shikoi me kuptim. E di saktësisht si ndihen, tha ajo, por dua t'ju them diçka që nëna ime më ka mësuar. Ju nuk jeni i humbur, ju thjesht jeni një urë midis dy botëve, dhe ura janë të bukura dhe të vlefshme. Mos u përpiqni të zgjidhni një anë, jeni krenar për të dyja. Djali buzëqeshi për herë të parë gjatë takimit. Faleminderit, tha ai. Kjo më ndihmon shumë. Pas takimit, Ariana e përqafoi Lirën. Je e jashtëzakonshme, tha ajo. Shoh aq shumë nga vetja ime në ty, por ti je edhe më e fortë, më e guximshme. Lira buzëqeshi. Është sepse kam pasur shembujt më të mirë, tha ajo. Kohët po ndryshonin, gjenerata e re ishte më e hapur, më pranues, më e gatshme për të festuar diversitetin. Por ende kishte sfida, ende kishte paragjykime, ende kishte diskriminim. Një ditë, një artikull u shfaq në një gazetë konservatore duke kritikuar organizatën e Arianës. Artikulli pretendonte që ajo po promovonte asimilimin dhe që po shkatronte vlerat tradicionale. Ariana e lexoi artikullin dhe ndjeu një dhimbje në zemër. Pas aq shumë vitesh pune, pas aq shumë jetësh të ndryshura, ende kishte njerëz që nuk e kuptonin misionin e saj. Mos e merr seriozisht, i tha Oliver. Ata nuk të njohin, nuk e din punën e mrekullueshme që bën. Por po ndikoj tek të tjerët, tha Ariana me shqetësim. Po nëse njerëzit fillojnë të besojnë këto gënjeshtra? Në atë moment, telefoni i saj filloi të bjerë vazhdimisht. Ishin mesazhe nga njerëzit që ajo kishte ndihmuar gjatë viteve. Ishin mesazhe mbështetje, dashurie dhe mirënjohjeje. Mos u shqetëso për atë artikull, shkruante një. Ti ke ndryshuar jetën time dhe do të jem përgjithmonë mirënjohës. Ti je heroina ime, shkruante një tjetër. Faleminderit për gjithçka që bën. Mesazhet vazhdonin të vinin, qindre prej tyre. Ariana qante ndërsa i lexonte, por këtë herë ishin lot lumturie. E sheh, tha Oliver, duke ja treguar telefonin. Kjo është e vërteta. Këta janë njerëzit që ti ke prekur. Mos lejo që një artikull negativ të rrësojë të gjitha këto. Ariana lëvizi kokën. Ke të drejtë, tha ajo. Nuk mund të kënaq të gjithë, por ata që kam ndihmuar, ata e din të vërtetën. Brënda disa ditësh, një val mbështetjeje u shfaq në media sociale. Njerëzit po ndanin historitë e tyre, po falenderonin Arianën, po tregonin se si organizata kishte ndryshuar jetët e tyre. Një hashtag u krijua, #faleminderit Ariana, dhe brënda pak kohësh u bë trending. Gazetarët filluan të interesohen. Ariana u ftua në disa shfaqje televizive për të treguar historinë e saj dhe për të folur për punën e organizatës. Çdo herë që fliste, ajo e bënte me pasion dhe sinqeritet, duke ndarë jo vetëm suksesin, por edhe sfidat që kishte përballuar. Nuk pretendoj të jem perfekte, tha në një intervistë, por përpiqem çdo ditë të bëj një diferencë dhe besoj se secili prej nesh ka fuqinë për ta bërë, në mënyrën tonë. Artikulli negativ u harrua shpejt, por impakti pozitiv i valës së mbështetjes vazhdoi të ishte prezent. Organizata filloi të merrte më shumë donacione, më shumë vullnetar, më shumë njerëz që dëshironin të ndihmonin. Me kalimin e viteve, Ariana dhe Oliver u vjetëruan së bashku, por dashuria e tyre mbeti e fortë si gjithmonë. Ata kishin kaluar nëpër shumë gjëra, gëzime, hidhërime, triumfe, disfeta, por gjithmonë i kishin përballuar së bashku. Lira u rrit dhe shkoi në universitet, duke zgjedhur të studionte marrëdhëniet ndërkombëtare. Ajo deshte të vazhdonte punën që nëna kishte filluar, por në një shkallë më të gjerë. Dua të ndihmoj në ndërtimin e urave midis vendeve, midis kulturave. Ju më keni mësuar që kjo është e mundur, i tha prindërve të saj. Ariana dhe Oliver ishin krenar pa mas. Vajza e tyre po bëhej një grua e fortë dhe e pavarur, me vlera të qarta dhe një vizion për ta bërë botën një vend më të mirë. Një ditë, gjatë një prej vizitave në Shqipëri, Ariana dhe Oliver shkuan në varrezat ku ishin varrosur gjyshërit e Arianës. Ajo u ul pranë varrit të gjyshes dhe filloi të fliste me të. Gjyshe, tha but,
Doja të ta thoja që kam qenë e lumtur, kam jetuar një jetë të plot, bukur, të kuptimshme, kam dashuruar dhe jam dashuruar, kam ndihmuar njerëz, kam rritur një vajzë të mrekullueshme. Shpresoj që je krenar për mua. Oliver qëndroi pranë saj duke ia mbajtur dorën. Ajo është krenar, tha but, dhe të gjithë janë krenar për ty. Ariana buzëqeshi në përlot. Ndonjëherë ende nuk mund ta besoj se gjithçka kjo ka ndodhur, se një vajzë thjesht nga ky fshat arriti të ndërtojë një jetë kaq të bukur. Nuk je vetëm një vajzë thjesht, tha Oliver. Ti je një grua jashtëzakonshme, me një zemër të madhe dhe një shpirt të fortë. Dhe bota është një vend më i mirë sepse ti je në të. Ata qëndruan atje për një kohë të gjatë, duke kujtuar të kaluarën dhe duke vlerësuar të tashmen. Ishte një moment paqeje, një moment falënderimi. Kur Lira u bë 20 vjeç, ajo filloi të punojë për Kombrat e Bashkuara, në një rol që merrej me integrimin e refugjatëve. Ishte një punë e vështirë, por ajo e bënte me pasion, duke kujtuar historinë e nënës dhe të gjitha mësimet që kishte mësuar gjatë viteve. Një ditë, ajo takoi një vajzë të re nga Siria që kishte ardhur në Londër si refugjate. Vajza ishte e friksuar, e vetmuar dhe nuk e dinte ku të fillonte. Si quhem, Lira, tha ajo duke buzëqeshur me ngrohtësi, dhe jam këtu për të ndihmuar. Vajza e shikoi me shpresë. Vërtet? Do të më ndihmosh? Patjetër, tha Lira. Nëna ime erdhi në këtë vend me asgjë dhe tani ka ndërtuar një jetë të mrekullueshme. Nëse ajo arriti, edhe ti mund të arrish. Ndërsa punonte me atë vajzë dhe me shumë të tjerë, Lira e kuptoi thellësinë e punës që nëna kishte bërë. Çdo person që ndihmonte kishte një histori, një ëndër, një shpresë. Dhe duke i ndihmuar ata, ajo po ndryshonte jo vetëm jetët e tyre, por edhe botën. Një ditë, Lira e thirri nënën dhe i tha: "Tani e kuptoj pse e bëre gjithë këtë punë, sepse çdo jetë që prekemi, çdo person që ndihmojmë, krijon një valë që shkon më tej." Ariana buzëqeshi me lot në sy. "Saktësisht," tha ajo, "dhe tani ti po krijon valët e tua." Ishte një moment krenar për Arianën. Vajza e saj po vazhdonte trashëgiminë që ajo kishte filluar dhe po e çonte atë edhe më larg. Në moshën 50 vjeç, Ariana u ftuar për të folur në një konferencë të madhe ndërkombëtare për dashurinë dhe pranimin. Tema ishte dashuritë që te i kalojnë kufit, dhe Ariana ishte zgjedhur si një nga folësit kryesor. Kur u ngrit në skenë, përpara mijëra njerëzve, ajo ndjeu një përzierje nervozizmi dhe emocionesh. Por kur filloi të fliste, fjalët erdhën natyrshme. "Kam ardhur shumë larg prej asaj vajze të re që pastronte dyshemet në një vilë luksoze. Rruga nuk ka qenë e lehtë. Ka pasur momente kur kam dashur të heqa dorë, momente kur kam menduar që nuk isha mjaft e fortë, mjaft e zgjuar, mjaft e mirë." Ajo bëri një pauzë duke shikuar audiencën. "Por kam mësuar diçka shumë të rëndësishme. Dashuria është ajo që na jep forcë kur ndjehemi të dobët. Dashuria është ajo që na udhëzon kur jemi të humbur, dhe dashuria është ajo që na bën të tejkalojmë çdo pengesë që jeta na vë përpara." Njerëzit filluan të duartrokasin, por Ariana vazhdoi. "Sot qëndroj këtu jo vetëm si një grua që ka gjetur dashurinë, por si një grua që ka mësuar që dashuria nuk njeh kufi, nuk njeh klasa sociale, nuk njeh kombinasi, nuk njeh asgjë përveç zemrës. Dhe kur dy zemra vendosin të bashkohen, asgjë në këtë botë nuk mund t'i ndalojë." Ajo e shikoi Oliver që ishte ulur në radhën e parë, duke e shikuar me syt plot me dashuri dhe krenar. "Bashkëshorti im dhe ne kemi përballuar shumë, familjet tona ishin kundër, shoqëria kishte paragjykime, por ne zgjodhëm dashurinë, dhe kjo zgjedhje na dhuroi një jetë të bukur, një familje të mrekullueshme dhe një qëllim të qartë." Ajo përfundoi me këto fjalë: "Nëse ka diçka që dua t'ju them sot, është kjo. Mos i lejoni të tjerët të përcaktojnë dashurinë tuaj. Mos i lejoni paragjykimet të kufizojnë zemrën tuaj. Zgjidhni dashurinë, edhe kur është e vështirë. Zgjidhni dashurinë edhe kur bota ju thot jo, sepse në fund
Dashuria është ajo që mbetet. Dashuria është ajo që na bën njerëzan. E gjithë salla u ngrit në këmbë. Duartrokitjet ishin si vetëthima. Njerëzit po qanin, po buzëqeshnin, po përqafonin njëri tjetrin. Ishte një moment i fuqishëm që prekën të gjithë. Pas fjalës, qindra njerëz erdhën tek Ariana për të ndarë historitë e tyre, për ta falenderuar, për ta përqafuar. Çdo histori ishte unike, por të gjitha kishin të njëjtin mesazh: dashuria tejkalon gjithçka. Vitet kaluan dhe Ariana dhe Oliver hyrën në pensionim. Ata e lanë drejtimin e përditshëm të organizatës në duart e një ekipi të ri, si Lira si drejtore ekzekutive. Ishte koha për të çlodhuar, për të shijuar frytet e punës së tyre, për të kaluar kohë me njëri tjetrin. Blen një shtëpi të vogël në Brengdet, jo të largët Londrës. Ishte një vend i qetë, me pamje nga deti dhe një kopsh të vogël ku Ariana mbolli lule dhe perime. Çdo verë, e gjithë familja mblidhej, të dyja familjet, Lira me familjen e saj të re, kushërinjt, miqt. Ishin festa plot me të qeshura, ushqim të shijshëm dhe histori që rrëfeheshin përsëri e përsëri. Në një prej këtyre festave, kur Ariana e shikonte të gjithë ata njerëz që dashuronte të mbledhur së bashku, Oliver erdhi dhe ul pranë saj. "Për çfarë po mendon?" pyeti ai. Ariana buzëqeshi. "Po mendoj se sa fat kam pasur, sa fat kemi pasur. Gjithçka mund të kishte shkuar ndryshe, por shih ku jemi tani." Oliver ja mbajti dorën. "E di, dhe çdo ditë jam mirënjohës për zgjedhjen që bërëm, për guximin që patëm të luftojmë për dashurinë tonë." Ariana e shikoi në sy dhe në ato sy pa të njëjtën dashuri që kishte parë 10 vite më parë, kur ai ishte hyrë në atë dhomë ku ajo po pastronte. "Do të ta bëja përsëri," tha ajo. "Çdo gjë, çdo sakrificë, çdo vështirësi, sepse të gjitha na kanë çuar këtu, në këtë moment." Oliver e puthi me butësi. "Edhe unë," tha ai. Ndërsa dielli po perëndonte mbi det, duke ngjyrosur qiellin me ngjyra portokalli dhe roz, Ariana dhe Oliver qëndruan atje, duke mbajtur njëri tjetrin, duke dëgjuar zërat e familjes në sfond. Ishte një moment i përsosur, një moment paqeje dhe lumturie. Kohët më vonë, kur Ariana ishte në moshën 60 vjeç, ajo vendosi të shkruante një libër që rrëfente historinë e saj, jo vetëm për të shkuarën në të kaluarën, por për të frymëzuar të tjerët. E quajti librin Dashuria pa kufij, një histori e vërtetë. Në të, ajo rrëfeu çdo moment, nga ditët e vështira të punës si pastruese, tek takimi i parë me Oliver, tek lufta kundër paragjykimeve, tek triumfi i dashurisë së tyre. Kur libri u botua, u bë një bestseller menjëherë. Njerëzit e lexonin dhe e ngjenin frymëzues. Shkollat filluan ta përdornin si material mësimor për të mësuar për tolerancën dhe pranimin. Mediumi po fliste për të, duke e quajtur historia më frymëzuese të këtij shekulli. Ariana u ftua për mbar botën për të folur. Shkoi në vende të ndryshme, takoi njerëz të ndryshëm, ndau historinë e saj me mira. Dhe kudo që shkonte, mesazhi ishte i njëjtë: dashuria tejkalon gjithçka. Por momenti më i veçantë erdhi kur ajo u ftua për të folur në fshatin e saj në Shqipëri. E gjithë bashkësia u mblodh, prej fëmijësh të vegjël deri te pleqët. Ariana qëndroi në mes të sheshit të fshatit, në të njëjtën vend ku kishte luajtur kur ishte fëmijë. "Kam ardhur prej larg," tha ajo, duke shikuar fytyrat e njohura. "Por një pjesë e meje ka qenë gjithmonë këtu. Këtu janë rrënjët e mia. Këtu është zemra ime." Ajo vazhdoi të rrëfej historinë e saj, dhe njerëzit e dëgjuan me vëmendje absolute. Disa qanë, disa buzëqeshën, të gjithë ishin krenar. "Dua që të dini që çdo njeri prej jush mund të realizojë ëndrat," tha ajo. "Nuk ka rëndësi se sa e vështirë duket rruga, nuk ka rëndësi se sa të mëdha janë pengesat. Me dashuri, me guxim dhe me vendosmëri, gjithçka është e mundur." Kur mbaroi, e gjithë fshati u ngrit dhe filloi të duartrokas. Ishte një moment i jashtëzakonshëm që Ariana nuk do ta harronte kurrë. Shumë vite më vonë, kur Ariana dhe Oliver ishin të moshuar, ata ulën në verandën e shtëpisë së tyre pranë detit. Dora e Arianës ishte në atë të Oliverit, sikur gjithmonë. "A e pendohesh për diçka?" pyeti Oliver një ditë.
Ariana mendoi për një moment. Jo, tha ajo, asgjë. Çdo zgjedhje, çdo moment na ka çuar këtu dhe nuk do ta ndryshoja asgjë. Oliver buzëqeshi. Asun. Ata shikuan drejt horizontit, ku dielli po fillonte të perëndonte. Në obor, barnipat e tyre po luanin, fëmijët e lirës, të cilët po rriteshin me të njëjtat vlera që prindrit dhe gjyshërit e tyre u kishin mësuar. Cila mendon që është trashëgimia jonë më e madhe? Pyeti Ariana. Oliver e shikoi me dashuri. Jo organizata, jo libri, jo as gjithë njerëzit që kemi ndihmuar, tha ai. Trashëgimia jonë më e madhe është dashuria. Dashuria që kemi treguar, dashuria që kemi mësuar, dashuria që kemi transmetuar në brezin e ardhshëm. Ariana lëvizi kokën. Ke të drejtë, tha ajo. Ndërsa nata po bëhej, të dy qëndruan atje, duke mbajtur njëri tjetrin, duke dëgjuar zërat e familjes, duke ndjer erën e detit. Kishte qenë një rrugë e gjatë, plot me sfida dhe triumfe, por kishte qenë një rrugë e vlefshme. Sepse në fund, ata kishin provuar që dashuria vërtet nuk njeh kufi, që dy njerëz nga botë krejt të ndryshme mund të bashkohen dhe të ndërtojnë diçka të bukur, që paragjykimet mund të tejkalohen, që zemrat mund të bashkohen, që lumturia është e mundur kur zgjedh dashurinë mbi gjithçka tjetër. Dhe kjo ishte historia e tyre, një histori që do të transmetohej për breze, një histori që do të frymëzonte të tjerët, një histori që provonte që në këtë botë plot me ndarje dhe urrejtje, dashuria ende është forca më e fuqishme. Ariana dhe Oliver kishin jetuar një jetë plot me dashuri, dhe kjo dashuri do të jetonte përgjithmonë në zemrat e atyre që i njihnin, në punën që kishin bërë dhe në shembullin që kishin dhënë. Sepse në fund, kjo është ajo që mbetet. Dashuria, e vetmja gjë që vërtet ka rëndësi, e vetmja gjë që na bën vërtet të plot, dashuria që tejkalon gjithçka.